kjo kontratë nuk ka asnjë lidhje me zgjedhjet. Jo, kjo kontratë ka një qëllim tjetër. Marrëdhëniet e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, paraqitjen e realitetit shqiptar me të gjithë problematikat e mëdha të tij para administratës Shteteve të Bashkuara. Nuk do ndodhe, nuk mund ndodhë më që pa u mbyll kutia e fundit Edi Rama uroj për fitore. Jo pa numëru, pa u mbyll kutia. Së dyti, ne besojmë se bashkëpunimi i Edi Ramës me bandat dhe krimin është rrezik jo vetëm për Shqipërinë, rajonin e Europën, por dhe për Shtetet e Bashkuara. Së treti, ne besojmë se çështja me Gonigal është me një varr i hapur dhe duhet mbyllet. Së katërti, pa diskutim që përparësi për ne janë marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara në gjitha aspektet. Dhe ne nuk mund të mohojmë se u hudh shumë bardh mbi partinë më proatlantiste, mbi partinë demokratike dhe përpjekjet e saj. Ndaj dhe ne kemi marrë një avokat ndër më të shquarit të asaj toke, i cili ka për detyrë pikërisht avokatinë e kauzave të drejta të Partisë Demokratike pranë administratës presidentit Trump. Dakor kjo? 2. Nuk ka të bëjë me zgjedhjet. Kjo fare. Ka një nem 21 i ligjit partive politike. Nem që autorizon partitë politike të marrin ndihmë, mbështetje financiare ose ndihmë nga forca tjera politike, organizata ndërkombëtare partijake politike dhe fondacione. Pra, kontrata është 100% e bazuar në ligj. 3. Pra, sigurisht se populli opozitar nuk është një popull jetim. Edi Rama do të marrë të gjithë përgjigjet që meriton për ato që i ka bërë Shqipërisë. Në luftën e tij për një Shqipëri pa opozitë. Lidhur me milionat që numëroni, mos harroni kontrata ka një artikull, një nem, sipas të cilit palët në çdo rrethan që ta konsiderojnë të dobishme për veten e tyre ndërpresin kontratën. Prandaj, as mund të flasësh për 6 milion, as mund të flasësh për 100.000 apo 200.000. Kontrata është varet sipas kërkesave të palëve, dakordësisë palëve, objektivave të palëve. Por një gjë është e sigurt që populli opozitar nuk ka më kauzë jetime, në atë vend të madh, ajo kauzë ka një avokat të madh. Ja ku e keni aty? Ja ku e keni? Jo 200.000 euro apo 5 milion euro për të ngledisur sytë e Edi Ramës. Ble instalacione. Nuk po nisëm këtu unë për kontrata për 10-15 milion euro të tij, se është tjetër punë, po flas vetëm instalacionin, kurse kjo kontratë me avokatin numër 1 është ka synim mbrojtjen e kauzave të popullit opozitar nga një narkodiktator. Është narkodiktator Edi Rama.
ju e pat edhe rezoluta, është klapos, që themun ju, ishin në takim, ju s'mund t'imaginoni reagimin e shtetarve kur ne shpjegonim 130 milion euro në zhdukura dhe incineratori nuk ekzistonte. Na duhet i ktheheshim të paktën minimumi 3 herë. 3 herë. Që u shpjegonim se si dhe pse. Sepse firma ishte Edi Ramës. Kur ja u shpjegonim vrapin e tij me gërshërë të thyera, e pinca me një krah, e tjerë e tjerë. Pra, kohrat i ka të numruara. 11 maj fton çdo shqiptar t'i përgjigjet thirrjes tij të brendshme, t'i përgjigjet idealeve të tij, por dhe thirrjes të miqve europian që thonë aty e pan, të kushtohet, pra ja dogjen pasaportin e Edi Ramës. Ajo që del në për studio, ajo mori një vit kuqe, iku, mori fund, u blacklistuhet, nuk ka pasaport Edi Rama.